Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu në falenderojmë dhe vetëm nga I falë dhe ndihmë kërkoj. Xhamati i nderuar, vëllezër të nderuar, vazhdojmë me komentimin e Suretul Kahf. Sot do të fillojmë prej ajetit 7. Allahu subhanahu wa taala thot: "Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zina." Gjithçka që shifni në tokë ose mbi tokë, ne kemi bon stoli, kemi bon zbukurim, li nebluakum, që juve t'ju sprovojmë, ejuhum ahsanu amal, cili prej jush do të bënë vepra të mira. Dy çështje. Brenda këtij ajetit do t'i sqarojmë dy çështje, dy dobi. E para, zinetul ard, çka nënkuptojmë me zbukurimin e tokës. Të mirat, pemë dhe perimet dhe gjithçka që njeriu nxjerr nga toka dhe shfrytëzon. Qoftë haje, pije ose për nevoja tjera. Ujë. Ju dini që toka ose më pak tokë ka e më shumë ujë bota. Mirë pa Allah dhe ashtu e ka rregulluar sistemin e jetës në këtë botë që uji i detrave dhe oqeaneve nuk pihet. Por post nëse e destilon, ja largon kripën, e pastron nga kripa, atër bëhet I pishëm. Mirë po ka një ujë tjetër që del nga toka. Thot Allah: "Hadha adhbun furatun sa'ighun sharabu." Kjo është uji që është I pishëm. Wa hadha adhbun ujaj. Wa hadha milhun ujaj. E kjo uji tjetër që I kriposur me krip. Mirë, në qoftë se uji del nga toka, edhe pemt, edhe perimet, edhe gjithçka që neve na nevojitet për furnizim, për jetë. A nuk është provë kjo vetë është provë se si ne do ta shfrytëzojmë tokën dhe do ta keqpërdorim tokën. Edhe pse ka njerëz në botë që edhe tokën e keqpërdorin. E helbojnë. Shumë edhe ka një fabrikë, prodhon, ku e di, që substanca kimike, që nuk e ka fort problem ku I hudh mbeturinat. A helmon ujin, a e prish ujin e pishëm, a e prish tokën e... Nuk e ka fort dajnë. Qëllimi aty jo me më pare. Në qoftë se dikush I ka bo keq tokës, ajo është njeriu. Allahu Gjeleshanu thot: "E kam kriju tokën për të mirën e njeriu që ju ta shfrytëzoni në të mirë, e jo ta keqpërdorni." Dhe e dita si çështje që mund ta nxjerrim nga kjo jetë, dunjaja është e bukur për ta jetuar. Ta shkrenjë varet se si e shfrytëzojmë në të mirën e kësaj bote. Shkrenjë varet se si e shfrytëzojmë të mirën e kësaj bote. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot mos e shumti që frigohëm për ju, do më thonë për ne, është se do të humbeni brenda të mirave që I sjell toka. Brenda të mirave që I afron kjo botë. Edhe është e vërtet se kohën e fundit, po edhe më herët, edhe prap edhe pas asoj kohe, ajo koha që vjen edhe nuk do t'jemi ne, njerëzit do të habiten për kësaj bote. Ka dhe do të ketë njerëz që do të habiten pas të mirave të kësaj bote, që realisht është çështje normale mu habit njeriu mas të mirave të kësaj bote, mirë po duhet me pas një farë rregull. Të mirat e kësaj bote, ku ka nevojë me shfrytëzu, me të jenë halal. Edhe askush nuk e bën problem me shfrytëzu të mirën e kësaj bote që është halal. Mirë po dos çështje tjera që në sitë tonë janë të mira, mirë po ato janë harame, nga ata duhet me u largu. Të ndërshëm vëllezër, ajeti 8 Allahu në Kur'an thot: "Wa inna laja'iluna
ma alejha saiden gjuruza, dhe ne kemi për ta bërë gjithë çka që është në tokë ose mbi tokë, qofshin bime kështu me radh, do t'i shkatroj. Allahu Gjeleshanu thotë, gjithë çka që shifni mbi tokë, bime, peme, perime, çka ka, çka nxjerr toka, një ditë prej ditëve do t'i shkatroj. Domethënë kjo ndodh ditën e Kiametit, kur gjithçka që neve na duket e mirë, atë ditë nuk do të jetë. Por shembull, ju e keni parasysh, bili u pak matrit, ndoshta i përcjellni rrjetet sociale, para disa ditëve lindi fëmiu i 8 miliardi. 8 miliard e diçka njerëz në botë. 8 miliard. Para 500 vjetëve, për shembull, ose 100 vjetëve, ose 50 vjetëve kanë qenë 4 miliardë, 3 miliardë, 2 miliardë, më pak. Ta është 8 miliardë. Mirë, matematikë e thjeshtë. Nëse janë sot 8 miliardë, mas 100 vjetëve, sot 8 miliardë asë një s'ka me qenë. Kanë me qenë 8 miliardë tjerë. Thjeshtë. Mundet prej 8 miliardë, ja 2, 3 milion, 5 milion me jetu ma shumë se 100 vjetë. Kjo bota, kjo dunjaja. Të turqelit e këtë dëgjuat fjallën, jalon dunja. Dunjaja e rejshme. Kush e mban njeri unë të forë këtë dunja, veç feja. S'ka nevoj tash fort shumë me folë. Gjithë shka, edhe logikisht kuptohet. Nëse analizon mirë njeri unë këtë dunja, a ma shumë të nacet, a ma shumë mërzitët, vallahi ma shumë gajle. Probleme, gajle, mërzia. Nëse analizon për 60 vjetë, 70 vjetë, se ke jetu, a i gjenja 5 vjetë, kështu në pak me të mira, me të qeshure, me krejt me gajle dhe mërzia. Kjo në dunjojnë. On s'prof për të gjithë. Mirë, tash ajetin 9 të ndërshëm vëzër, duke pas parasysh që Suratul Kefi ka 4 ndodhi i spjega. Ajetin 9 e fillon ndodhin e parë, historinë e parë. Thot Allah në Kur'an, em hasibte enne ashabel kehfi, a mos mendove ti se ata që kanë fet, kanë qenë në gjumë të thellë, në shpellën kef, vër raqimi kanu min ajatina ajaba, ta shi drejtohet Muhamedi sa mi thot, a mendon ti se kjo është me madhe që ka ndodhë? Se ne e sjellim shembull, Allahu Gjeleshanu 6-7 njerëz janë fund shpellë, edhe i ka zonë gjumi 309 vjetë. Edhe ne argumentojmë këtë se Allahu sa i fuqishëm. Mirë, para kësaj, a nuk ka argument se Allahu i fuqishëm? Për Allahum, asë gjanë nuk është interesant. Se Allahu edhe diellin i thot kun feje kun, bëhët dhe bëhët, edhe diellin kër i ka kriju. Ka thonë bëhët. Për 6 vetë, mi vëndu në gjumë 390 vetë, që ka kjo për Zotë, kur gjasë? A disa njerës me fletë 1000 vjetë, 300 vetë, o mazor për Zotën, a diellin me kriju. Për shembull, analizë. Unë mendoj që diellin me kriju punë më e madhe. E për Allahun asgjë dhe dielli. E semawat, kjet, e toka, e njerëzit. Para mendoj me kriju një krijes që di me mendu. Si në është më qatë krijes me vendu në gjumë, ma zara a me kriju, me mendu, me vepruaj. Më thëmë, kjo e para, ma zara, më për Allah nuk ka asë gjansa. Allahu Gjeleshanu thot kun, feje kun, bëhë dhe bëhë. Para qka ki drejtohet, Allahu në këta jetë Muhamedi Islam dhe thot, edhe neve tash. Thot a menduat se pse ka me fjet, i ka zonë gjumi 309 vjetë, disa njerës që ajo është shumë e madhe, mrekulli e madhe, jo se para asaj ka dhe edhe shumë vepra dhe punë dhaja që Allahu Gjeleshanu i ka krijuar për cilin? Për njeriu.
Këtu një detalj, për shembull, të ne ndonjëherë ku ka mundësi me gabun në aspektin akaideologjik, në besim. Për shembull, ka mundësi me thonë ndonjë, këtë gjithçka që ka kriju Zoti ka kriju për pejgamberin ton. Nuk është vërtet. Nuk është e vërtetë. Allahu dhe leshanu pejgamberin ton e ka dërguar vull të pejgamberëve dhe e ka dërguar udhërrëfyes. Me në mësu fejnë. Ama botën, edhe gjithë shka në botë se ka kriju për hirë të pejgamberit a.s. Po e ka kriju për të gjithë njerëzit. A pejgambert janë njerëzit e dalluar që i ka dërgu ko pas kohe, atë janë 124.000 pejgamber me na udhëzuar neve si njerëz. E i fundit vula është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E tash në ndonjëherë për me ngrit Muhamedi sallallahu thonë, Allahu qiellin dhe tokën i ka kriju për hirë. E tash që so Muhamedi sallallahu çka bëjmë me qiellin tokën? Tash, nuk është, ka vdek. Do më thonë, ndonjëherë nuk ban me interpretu sendet sipas dëshirave se Muhamedi sallallahu nuk ngritet me muhabet. As nuk lavdrohet me muhabet, po lavdrohet me veprat e tona, duke e thënë sunetin e tij. Ajeti numër 10. Allahu thot: idh awal fitjetu, tash Allahu dhe shënë të regon për djelmoshat, për ato djemë të ri, ilel kehfi, u strehuan, thot, shkuan në të shpela kef, fëkalu, edhe thanë, Rabbena atina, thot, o Zot, na jep, min ledunke rahme, na jep mëshirë, na mëshira, wa heji lena min emrina, edhe pastaj, na pregadit, rësheda, na pregadit, për çka? Për çështjen tonë. E kina një problem ne. Çka do me thonë kje? Ata djelmoshat kanë hinë shpellë. Mirë po, ata në bështetnë fuqinë e tyra, po ata të këshin qenë të fort, këshin bon luft me mbretin. Po s'kanë qenë të fort, kanë qenë dopt edhe kanë ikë. Mirë po, e dyta, thot o Zot na mëshira dhe na pregadit. Ta që dhe ne ndonjëherë, është e vërtet se jemi pregadit, ama prap du të më mbështet në mëshirën dhe fuqinë Allah subhanahu wa taala. Se ne si njerë asnjëherë nuk e dim se me çka do të përballohemi. Edhe pse ta zonë dim se paka shumë si do të jetë, po prap 100% vetëm Allahu. Do të thonë këta djelmosh tash edhe neve na mësojnë. Po marr parasysh çka na ndodh, nuk duhet më mbështet vetëm në diturinë tonë dhe në forcën tonë. Edhe në teknikën dhe teknologjinë tonë, po duhet më mbështet edhe në fuqinë Allahut subhanahu wa taala. Mirë, tash disa sqarime në lidhje me këta djemë të ri, kjo ka ndodhur ndërmjet Isaut a.s. dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, këto janë 600 vjet në pyetje. Do më thonë Isau a.s. tash i thret njerëzit në fe, e pranojnë disa e luftojnë e kështu me radhë. Mirë po, në histori thotë që ka ardhur një mbret, tash ai mbreti, une këtë histori e shpjegoj sipas tefsirit të Imam Kurtubiut. Edhe nuk e kam në jetë me marrë mendime prej tefsireve tjere, veç sipas Imam Kurtubiut, çka ka thënë. Tash ki emri i mbretit, kur përmendet, për shembull e kam unë një emër Deklius, një emër e kam Dekirnus, edhe e kam emrin Dakianus. Mirë po, ki emri Dakianus, edhe në vendet tjera përmendet. Mbreti, i asaj kohe, e ka pas emrin Dakianus. Ku ka ndodhur kjo histori? Ne përpara, kur kemi udhëtuar me autobus apo në haç, edhe ata organizatorët atje në Adana, para se më arrit Adana, para se më arrit në Adana, në djathë dikun në për Kodra, një vend të ka emrin Tarsus. Edhe atje, i shpel, edhe Turqelit, thonë që në të vend janë sërëhu këta gjelmoshën. Mirë po,
ai vendi, ai qyteti e ka emrin Tarsus, ama ka edhe një qytet që paka shumë emrin e ka njësoj Tartus. Para mendoj tash, Tarsus edhe Tartus. Aty kur fol për një histori para 2000 vjetëve, ka mundësi ki Tarsusi me qenë Tartus edhe e kundërta, apo? Por shembull se juve, se unë juve, si ndodhe me luftën 2001, kur t'ja nisë, mi njoni kështu, ka dhe vetëm këtë gjallin e se dina si ka ndodhë. Ta që 10 vetin dhe gjallë, si cëllë historinë veti. Për 20 vjetë, duke t'jenë gjallë, para me ndoje para 2000 vjetëve. A ka mundësi me na ikë, para qkak, kur e spjegojmë këto ajetët, djetarët kanë thonë ka Israeliate. Israeliatet janë historitë e jahudive. Këto jahuditë për histori janë të partë. Ama asë një argument se kanë, veç folin. Ka ndodhë, shtu ka ndodhë, ashtu. E tash, këtive jahudive ka pak këta, janë do dervish, do lloj dervishe, që thonë kina fluturu, kina shkun qabe, kina... Qa e filozofia? Pa argument, s'ka në fejnë. Unë e tash jam të ke folë, në bazë të Imam Kurtubijet, aj qka ka thonë? Aj thotë, për shembull, Efsus, e përmend një qytet me emrin Efsus që ka ekzistu në atë kohë. Edhe thot Tarsus, e përmend Tarsus, ama ka në bazë asaj që kam lexuar se këtu se kam, përmendet edhe Tartusi. Tarsusi gjendet në Turqi, Tartusi gjendet në Siri. Po nuk ka qëllim jo ku ka ndodhur. Qëllim jo si ka ndodhur, pse ka ndodhur. Kim mbreti Dakianus është ba ateist. S'ka ka thonë me besu. Edhe ai që beson prej sot, unë e burgos ose likvidoj, e vras. Edhe këta djemt kanë besu në fejnë e Isës a.s. Edhe kanë pas se nuk kanë përkraj edhe kanë fillu me i. Mbreti e ka lishu ushtrin pas, ta kanë arrit e shpelë dhe kanë janë fut mbreti në shpelë, si në bas të asaj dhe janë lutë. Kur ka mbreti ka thonë, ku edhe të djemë, mbreti janë shpelë, ka thonë, blokoj e shpelën, mbyllë me gur. E kanë mbyllë e kanë bloku. Kjo historia që pak a shumë, pak ma thjesht të vëjmë, mos ta komplikojmë tepër. Edhe tash une nuk i dalë kësaj historie në fund me një, po në bazë të jetëve, do shta pas 2 gjëmojve, do të vim pas taj se si ka ndalë. Do me thonë, do të shkojmë si pas ajeteve, jo historia si histori i Ashabul Kehfit. Mirë, tash këto Imam Kurtubiu sjell dobi nga secili ajet. Mirë, Imam Kurtubiu bën pyetje, thot, ju muslimanët kur të keni gajla, me ika. Të djemë, një gajle, një problem, hajde ikim. Edhe ne, do të me ika. Mirë, Imam Kurtubiu thot, po atëherë dhe sahabët e pejgamberit Islam prej Mekës ikën dhe shpërngullën në Habeshe, Habesha e Bisinie, Etiopia e Sodit, të mbreti në Gjashiu. A është e lejuar ose është e lejuar? Kur është e lejuar njeriu me lëshu vendin e vet? Jo për punë biznesi, për punë shkolle, ajo diçka tjetër. Po thamë për probleme se duhet mi dal armikut para tash me i krejt. Nëse ne jemi dopt, mundësi nuk e kemi njerë mu përballë me ata në aspektin ushtarak, atëherë është mirë që ata njerës me lëshu vendin me qëllim pregaditjes edhe të kthejen prapë të lirën vendin. Do më thonë, për jam Islam, i dërgoj një grup një në Habeshe, e dërgoj grupin e dytë. Pastaj i dërgoj disa prej sahabeve dhe në Medine. Edhe në Medine, shkoj, organizoj, e formoj shtetin, rregullat islame, e bori ushtrinë e vetë dhe vitin e 8 Hijri, u kthi dhe e shiroj Mekë. Në këtë bazë, ka mundësi me lëviz një rrye dhe pse në asë një rast për hirë të Allah subhanahu wa taala se zëra me lëshu vendin o vëzër. Tash ne lëshem vendin për qef. Unë i kam të zonë një rogë mesatare, s'ma më në menja që mundëm me përbalu me hargjimet e mi, ajtë shkoj dikun të punoj. Krejnë në regulla. A ma thamë nëse vend dikush me zërë dhe me të lërgu. A puna me keqë kur dikush do me të ndru fejnë.
ose kam, prej thot, sot, keni qenë shqiptar, prej sot, bugarini. Po, nuk o kollaj, a? A është kollaj kjo meselje? Valla nuk o lejt. Ose deri sot keni qenë musliman, prej nesër, krete emrat, zgjedhni si në kin. Unë e ku pas një shok atje në kin, i kinës në Medine, a i demra i kishtë. I thosha, pse be demra? Një shtetit me abon qefin, e si kjo emrin për shtet, Ljudi Ming. Ama për neme e kështu, shumë dosti këmë vrasë. E kështu si e ke emrin Suleman. Ljudi Ming. Para me ndoj edhe neve mu më thonë, o me tush prej sot e ke emrin me tush Ming. A është lejtë aso lejtë? Nuk o lejtë, vëllë. E këto djemë të ri, pse e kanë liqu vendin? Me një qëllim, që nëse kretë banat e ista, këta të binë se bebë që nesër të thiri njëzit në fejnet me vërtet dhe të drejtë. Do më thonë, e kanë ikë me një shkak. Do më thonë, shkoja ma une e kam një qëllim. Se puna me e keqe kër s'kina qëllim. Ndë njëherë, ma mirë një qëllim me e pas, diskutabil se sa hiq pa qëllim. E ki poj, zategri një tri, thot, kush këllë, thot, si di. Shumë keqë kjo, edhe me të thonë, valla me jam të shku kodi, mu rreth me dika. Ani me bile e ki një fanjeti. Ama i tjetër kërë të thot, nuk e di kush këj. Kjo shumë i keqa. Kjo më i keq se qaj që e ka një qëllim. Inshallah, Allahu dhe shanë në këtë punën e qëllimit, nëse kena keq në ndryshon dhe në qënë ke e mirë. Të dhe shumë bëzër, edhe ajeti wa hayyi lana min emrina rashada, do të thonë Allah na jep mëshirë, na përforco dhe na trego rrugën e drejtë. Do të thonë na përgatit tash. Ne po duam me bëu diçka, mirë po fuqi s'kemi. Imam Kurtubi e thot, na mundso na gjeni rrugdalje. Do të thonë këna himin e vend që nuk dim pa çka me bë. Edhe Allahu dhe shanu pastaj në bazë të historisë që do të shpjegojmë javët e ardhshme, do të tregojmë se si au ka mundsu rrugdaljen nga shpella edhe çka ka ndodhur më tutje. Do të vazhdojmë gjumën e ardhshme inshallah. Aq minuta kemi dhe aq kemi mundësi me fol. Zoni të thirr inshallah Allah na udhëzon edhe të gjithë së bashku në xhenet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.